Java e 11 e sezonit vjeshtor solli një fitore të vendasve, 3 barazime dhe 2 fitore për ekipet mysafire me gjithsej 17 gola të shënuar. Në ndeshjen e fundit të kësaj jave mes Vardarit dhe Sileksit, e cila zgjati jo më pak se 101 minuta, fitues doli Vardari 2-1 me golin e fitores që u shënua nga penaltia në sekondat e fundit, apo më mirë thënë në minutën e 101 me autor Mato. Ndryshe, golin e parë për vendasit e realizoi Azar Omeragic, ndërsa për Sileksin e shënoi Hrvanovic. Për ndeshjen në fjalë dhe referimin ka kritika të shumta, por aktivi i referëve në kuadër të FFM-s ka dalë me vlerësim për 2 momentet e dyshimta dhe ka vlerësuar se arbitri ka pasur të drejtë. Shkëndija në transfert me AP Brera në Strumic u kthye me fitore shumë të rëndësishme 2-3, edhe pse në pjesën e parë ishin në epërsi prej 2 golave, në pjesën e dytë situata në terren ndryshoi, por megjithatë 3 pikët erdhën në Tetov. Pas kësaj ndeshje, trajneri Beqiri ishte i kënaqur me 3 pikët, por jo edhe me mënyrën si u pranuan golat. 3 pikë shumë i rëndësishëm dhe jam i kënaqur me luftën e futbollistëve në gjithë 90 minutave. Dhe nuk jam i kënaqur me mënyrën se si pasuam gola sot dhe mënyrën se si erdhi deri te penaltia, për shkak se një skuadër me eksperiencë, si është skuadra joa, nuk do të tolerojnë lojën mbrojtëse të bëj kështu gabime të nivelit sot. Dhe do të përmendi edhe atë që më e rëndësishme për momentin, për sot është që u kthyem me 3 pikë pas humbjes javën e kaluar. Struga trimlum pos zhgënjimit në ndeshjen me AP Brera në cilësinë e vendasit ishte në nivelin e duhur fale dhe futbollistit Kompaore, i cili me 11 gola i prin listës së golashënuesve më të mirë. Bashkimi i Kumanovës si debatues në elitën e futbollit pas plot 16 vjetësh në këtë pjesë të kampionatit ishte solid pasi me 19 pikë sigurt mban pozitën e 5. Arsimi i Çegranit gjatë kësaj pjese të kampionatit kishte batica dhe zbatica në lojë, megjithatë marrë në përgjithësi se është pa përvojë në këtë nivel të garave, mund të thuhet se kishte disa momente pozitive, sidomos pas angazhimit të Shefitit i cili ka të regjistruar 7 gola. Besojmë se Çegranasit në rrethin e dytë të kampionatit do të jenë shumë të suksesshëm. Zhgënjimi më i madh në rrethin e parë të kampionatit padyshim se është Shkupi, që ka vetëm 2 pikë. Java e 12 e kampionatit vazhdon të hënën me ndeshjen hapse Arsimi Bashkimi.